Nomad nuk është diçka pejorative, s'ka diçka të keqe. Pse janë nomad pros? Nomad vendos njëri mos më ratu kërkon. A është marrë me hap gjatë 48 për parafrimin ndonjë partie ose me ndonjë deputet, a ka shansa që dikush me ju bashkangjitur? Topi veç është ndanën e tyne përballë, edhe të LDK-ja edhe të tjerë, individualisht ose kolektivisht. Edhe tash ne me ja po presim që ata me u bo pjesë e lojës demokratike, ata s'polujnë. Megjithatë ju e keni mandatin. Jo, ai Na i kemi kry gjitha fazat. Derisa ju e keni mandatin. Mandatin e pas me propozu, kemi kry gjitha fazat, se kemi shfrytzuar asnjë kiks politik që me fitu kohë, mos e propozu emra gjëna të tilla, kështu që nuk e di sa mund shkojnë, kam shpresë që gjykata kushtetuese do ta kthejë një përgjigje dhe nuk ka mundësi gjykata kushtetuese mos me i jap të drejtë votimit fshet, i cili veç është i parapon. Deputetet me votuar. Absolutisht, kjo veç dihet, po tash duhet me u sqaruar edhe një herë ndoshta. E nëse nuk i obligon, atëherë çfarë do të ndodhë? Jo, obligimi veç dihet, gjykata mundet me citu vetën e 2014-s që prezenca në sallë është obligative, votimi është obligativ. Po megjithatë deputetët nuk janë të obliguar të votojnë një kandidat specifik. Jo, janë të obliguar ta mundsoj një jetën demokratike të Kosovës, duke qenë aty, duke respektu mandatin, votat e njerëzve që i kanë marrë. A një ty shuan dhe njerëz LDK-s për ta bërë koalicionin, kështu ka deklaruar Nuk e di kush i ka thënë kryetari i LDK-s, ka nisë Mobin që është kryetari i LDK-s. Kjo është pak tragjik për mi, kjo po rejse. Në shkuptim ka nisë Mobin që kryetar. Po shikoni, tragjedia, faza e parë e tragjedisë ndodh kur ti merr pozitë që se ke merituar për silencie. Faza e dytë e tragjedisë ndodh kur bindesh që ke merituar. Ky është faza e dytë.